Rreth 30 hektar tokë me bimësi të ullët, si dhe 600 rënjullinj u dogja nga zjarri që përfshiu të dielën fshatrat Hoshtim, Kërkov dhe Bestrov në Vlorë. Kreu i emergjencave civile në Bashkinë e Vlorës, Ardian Vreshtazi, bën të ditur se zjarri u vu në kontroll rreth orës 23:30, ndërsa zona ka qenë në monitorim përgjatë gjithë natës për të parandaluar rindezjen e vatrave. Sot situata është e qetë, pasi mbrëm rreth orës 11:30, pra 23:30, është bërë plotësisht e mundur fikja e zjarrit dhe vënia në kontroll, por për arsye sigurie ne dje kemi lënë dhe një mjet për tërë natën për të monitoruar dhe kontrolluar situatën, mbasi kushtet e këqija atmosferike, pra temperaturat shumë të larta dhe prezenca e erës, përbënin një rrezik që mund të rifillonin prapë vatrat e zjarrit. Zjarri përfshiu fillimisht zonën kodrinore të fshatit Hoshtim dhe për shkak të erës së fortë, flakët u përhapën me shpejtësi drejt fshatrave Kërkov dhe Bestrov. Veçullishteve zjarri përfshiu edhe varrezat e fshatit Hoshtim, ndërsa u rrezikuan edhe disa banesa. Për sa i përket në një shikim para prag dhe një vështrim, bëhet fjalë për rreth 30 hektar pyll i djegur, janë rreth 600 rënjullinj të djegur. Zakonisht vlerësimi i dëmeve, sidomos në këto pemët frutore, vetë mbasi një viti, mbasi shikohet dhe nëse janë djegur plotësisht apo ato rifillojnë të jetojnë, po them. Rrezikoheshin disa shtëpi si në Hoshtim, ashtu dhe në pjesën e Kërkovës, por prezenca e mjeteve zjarrfikse bën të mundur që mos të rrezikoheshin shtëpitë si dhe gjë gjallë në stanet që kishim aty afër. Për izolimin dhe shuarjen e flakëve në ndihmë të zjarrfikseve të Vlorës, shkuan ekipe përforcimi nga Himara, Fieri dhe Elbasani, si dhe u ndërhy nga ajri përmes një helikopteri. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që të tregojnë kujdes maksimal dhe të raportojnë për çdo vatër zjarri që në fazat e para, për të shmangur situata më të rrezikshme.